Territori i Kosovës për datën 4 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira të shpeshta dhe rreshje të dobëta shiu në disa zona. Paraditja pritet të jetë me mot pjesërisht të vranët, ndërsa pasditja sjell rreshje lokale në perëndim dhe jug të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 11 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 4 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 4 dhjetor do të jetë në orën 6:42, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 11 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 7 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 9 gradë Celsius. Suhare, 5 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 5 deri në 8 gradë Celsius.